Stadiumi Flamurtari ishte rikthyer në një kantier ndërtimi, punimet e cilat po kryen si në fushën e stadiumit Flamurtari, ashtu dhe në ambientet e brendshme dhe të jashtme të tij. Aktualisht është hequr fusha e vjetër, e cila do të zvendësohet me një tapet të ri natyral, teksa pritet që gjithçka të jetë gati në nisjen e sezonit të ri futbollistik 2025-2026 në muajin gusht. Ndërkohë ndërhyrje janë duke u kryer edhe në ambientet e tribunës qendrore të stadiumit Flamurtari, por edhe në ambientet e tribunave të tjera, për t'i dhënë mundësi sportazhëve të shijojnë ekipin e sezonit të ardhshëm në ambiente edhe më bashkëkohore. Stadiumi Flamurtari në kantier ndërtimi, një rikonstruksion dhe investim i vet klubit, ndërsa puna është fokusuar në fushën e stadiumit, por edhe në tribunën qendrore dhe tribunat e tjera të stadiumit. Aktualisht ka përfunduar heqja e tapetit të vjetër dhe po punohet për nivelimin për të vijuar më pas me tapetin e ri që do të jetë me bar natyral. Ndërkohë ndërhyrja ka nisur edhe në tribunën qendrore, ndërsa investimi do të prek edhe ambientet e tjera të jashtme të stadiumit. Qëllimi është që gjithçka të jetë gati në nisje të sezonit të ardhshëm futbollistik, i cili starton në muajin gusht. Deri në rifillimin e kampionatit pritet gjithçka të jetë gati dhe pas rikthimit në Superligë, Flamurtari të ketë edhe një stadium dhe fushë të re bashkëkohore. Si edhe konfirmoi pak ditë më parë për Blu Televizion presidenti Sinan Idrizi, investimet janë totalisht të vet klubit vlonjat, ndërsa veç infrastrukturës do të ketë investime të rëndësishme edhe tek ekipi i futbollit për të patur një skuadër cilësore dhe konkurruese për trofe.